disa vende ku ne mendojmë që nuk ka jetë, aty ka shumë jetë. Allahu xhaleshanehu shpesh herë në Kur'anin e tij famlar të përmend jetën dhe thot: "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur." Me të vërtetë pra Allahu e krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju provuar gjithën cilin për jush, se cili është më vepër mirë. Hayat do të thot pra jetë. Dhe në tokën e Allahut kudo që ecim, duhet të mendojmë dhe analizojmë përse erdhëm në këtë botë, cili është qëllimi i ardhes tonë në këtë botë. Zoti i Madhëshëm tha: "E falam yasiru fil ard fa kayfa kana aqibatu alladhina min qablikum." A nuk keni hecur në për tokë për të parë përfundimin e atyre që ishin përpara jush? Pra, me pa përfundimin e gjithë atyre gjeneratave dhe njerëzve që kanë kaluar në sipërfaqen e kësaj toke. Subhanallahu al-azim. Gjitha këto argumente për ne që të meditojmë dhe ta dim se është një krijues që na ka kriju në formën më të bukur. Kejfe takfuruna billahi wa kuntum amwat. Si e mohoni Zotin kur ju ishit të vdekur, ishit asgjë. Awalam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin. A nuk e ka shikuar njeriu që është kriju për një pikë shumë të vogël, e ai u bë kundërshtar i hapur i vetvetes së tij. Andaj besimtar, mundoni të jeni rahmetli dhe në tokën e Allahut të shpërndani vetëm mirësi dhe kudo që esni të jepni selam dhe paqe, të bëhni sebeb të së mirës. Allahu shpërbleft, filloni këtë ditë dhe filloni ditët e juaja dhe përfundoni ditët e juaja të kësaj dunjaje me vepra të mira. Selam aleikum.